kryeministri jonë i famshëm, edhe ai mund të ketë një psikolog, se ai ka nevojë për psikolog, sepse ato bësh shumë të paqena në Shqipëri, në vendin tonë. Ti jetu pa vetë një revolt, një protest, nuk bëhet ashtu, të kaloj grodalisht, vrasje, presje, djegje, plaçkitje, ata janë institucionet tona o Greta, janë institucionet e tuja, janë të mijat, janë të gjithë popullit atje. Nuk mund të hodhësh një bombë molotove ti mes policave. Ai polici vllai im, o vllajat, o vllai dikujt, o baba dikujt, jo të dëmtohet polici atje mes protestave. Protesta kur thot paqësore, pa shishe benzine, pa bomba molotov, pa kur gjë më Greta, bot protesta revolt. Do protesti, nuk thot gjë njëri, po boja paqësore. Jo me vrasje, me djegje, me shkatrime, me të gjitha, sepse ata janë prap harat që janë, kariston. Edi Ramës, i drejtojmë, mo Edi, ti dyrë sot the do në rris pensionet, do rris invaliditetin, do të bëj 400 apo 500.000 lek mujor. Po ku është ky premtim që ti jep? Edhe Mileti nuk ka faj, sepse ke shumë Miletin e ke bu budalla me fol me vete, mo Edi. Ti dritat i ke ngritur, taksat i ke ngritur, çmimet e ushqimit i ke ngritur, produktet i ke ngritur o Edi. Pse pren to budallalli që kat, kur nuk je jaft me majt kryeministrin, dilet je para popullit, a në thuj, popull nuk jam gjenja ta maj pushtetin, dua të dërzoj pushtetin, ka që thuj zoti Edi Rama, sepse ke thonë premtime boshe, pensionet ja, me ngritur. Miku i ngusht. Pensionet ke thonë që do t'i ngrej, pse nuk i ngrej më zoti kryeministër? Po ti s'keftot më? Jo, po nga që je i shkurtër, ti hapak. Hapak, pa ka thonë premtima, do të ndrej pensionet, invaliditetin po, pensionin po, pension pleqëria. Pensionin, Pensionin, e dritat i ngrej.